shumë njerëz sot shprehin dyshime në mënyrën se si është transmetuar Kurani deri tek ne. Ndërsa njerëzit që me të vërtetë studiojnë këtë lëmi, bindën se me të vërtetë është një lloj mrekullie se si muslimanët kanë biografi kaq të detajuara për transmetuesit e haditheve, ka se edhe kanë ndërmarrë udhëtime të gjata në vende të ndryshme për ta mësuar zinxhirin e transmetuesve. Si të kishmi përgjigjur atyre të cilët shprehin dyshime për senedin edhe për mënyrën se si është transmetuar hadithi deri tek ne dhe pastaj ata e marrin si bazë për ta mohuar ndonjë hadith apo ndonjë sunet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto dyshime më shumë janë që domethënë vijnë nga njerëz të cilët nuk e kanë kuptuar se si është tubu, si është shkruar, si domethënë ka ardhur suneti deri tek ne. Mirë po një gjë që mundem të them fillimisht, të njëjtit transmetues që kanë transmetuar Kur'anin, janë ata të cilët e kanë transmetuar dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne sot domethënë njerëzit të ndryshëm të cilët lexojnë Kur'an, e kanë senedin, e kanë vargun e transmetuesve prej tyre deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi wasallam deri te Xhibrili nga Allahu azza wa jall. Domethënë ai sened, ai vargu i transmetuesve, me cilën na e lexojmë këtë Kur'an dhe e kanë lexuar Kur'anin, domethënë na kanë transmetuar këtë Kur'an gjenerat pas gjenerate, domethënë njerëz të ndryshëm, të njëjtit transmetues që na kanë përcjell Kur'anin janë të njëjtit që na kanë përcjell sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kush e studion pak më thellë shkencën e hadithit, por ndoshta nuk është edhe vendi dhe koha me sharu disa prej gjërave, sepse vetëm duke vështru ose duke mësuar rreth mënyrës se si ata na kanë përcjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë njeriu nuk ka asnjë dyshim, nuk mund të ketë asnjë dyshim rreth asaj nëse suneti është shpallur nga Allahu azza wa jall dhe se Allahu azza wa jall e ka ruajtur sunetin çish e ka ruajtur Kur'anin, çish e ka ruajtur Kur'anin. Suneti që përmendet ju, domethënë është shpallur nga Allahu azza wa jall. Për arsye se Allahu azza wa jall e ka shpall pejgamberit e tij dy lloj shpalljes, Kur'anin dhe dyta sunetin, bila disa dietar ku e cituat ajetin Kur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ai nuk flet nga hamendja e tij, ajo që ka buron nga ai ose që ka del nga ai shpallje, ka thënë ajo që ka del nga ai, domethënë është dy gjëra, domethënë para është Kur'ani dhe dyta është suneti, që do të thotë edhe suneti është wahi, është edhe shpallje nga Allahu azza wa jall. Mirë po, që Allah ka garantuar se do të ruan Kur'anin, është pa tjetërsueshme që ta garanton edhe ruajtjen edhe sunetit. Për këtë arsye edhe disa dietarë përmendin tek ajeti kuranor në surën Al-Hijr, ku thot Allahu azza wa jall, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne kemi zbrit dhikrin. Çka është për qëllim me fjalën dhikr? Me fjalën dhikr tek disa dietarë është për qëllim Kur'ani. Mirë po, fjala dhikr është më e përgjithshme. Për këtë arsye, fjala dhikr ka ardhur edhe në kuptim të sunetit disa prej citateve. Për këtë arsye thënë fjala dhikr përkujtuesi se edhe për kuptimeve të sunetit, domethënë që i përkujton njerëzit është domethënë fjala sunet. Për këtë arsye këtu kanë thënë dietar të ndryshëm që me fjalën dhikr është për qëllim edhe Kur'ani edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse dikush mund të më thonë që është për qëllim vetëm Kur'ani, atëherë i themi se ky Kur'an duhet me kuptuar dyqysh. Duhet mënyra e domethënë kuptimit të tij ka ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë edhe mënyra kuptimit, edhe mënyra e domethënë tafsirit të tij është e ruajtur, se përndryshe nuk ka kuptim që më ruajt vetëm Kur'ani si fjalë, ndërsa kuptimi i tij ose domethënë komentimi i tij mos më ruajt. Kjo nuk ka domethënë nuk mundet me pas kurfar kuptimi të saktë, përderisa domethënë dikush e beson vetëm që në ka ardhur Kur'ani, ndërsa suneti nuk është devijuar ose njerëzit domethënë kanë shpik diçka ose të ngjashme. Mirë po, nëse kthehemi vetëm në atë historinë se çush na është përcjell suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë vetë njeriu mundet me i flak këto dyshime.